Pushuesit në plazhin e Drimadhes e kthyen në një legjendë në rrjetet sociale këtë foto. Një shtyllë në mes të rrugës së sapo ndërtuar. Çuditëra të tilla kanë ndodhur shpesh, por kjo është shumë e freskët. Dhe kjo shtyllë në mes të rrugës ekziston vërtet dhe ndodhet në plazhin e Drimadhes në zonën e Dërmiut. Firma që ka bërë shtrimin dhe sistemimin e rrugës ka lënë dy shtylla të tensionit në mes të rrugës pa i hequr ose spostuar. Një prej tyre është burimi vërtet aksidentesh, për shkak se ndodhet në mes të korsisë në një rrugë ku vijizimi nuk lejon kalimin në krahun tjetër të rrugës. Është thjesht çështje ditësh derisa aty të ndodhin aksidente, ndërsa zona është shumë e frekuentuar nga të huajt, që zgjedhin të pushojnë disa ditë në Bregdetin shqiptar. Rruga sapo ndërtuar është vetëm 3 kilometra dhe duket se firma nuk ka gjetur konsensusin e çezë për të bërë zhvendosjen e linjës elektrike. Neve bëjmë fotografi dhe qeshim me këto gjëra të tilla, e kupton? Edhe nuk është mirë që neve shqiptarët, të nxjerrin fotografia të tilla nëpër Facebook e nëpër gjëra gjëra që sharake për neve në 2014, e kupton? Po dien darkë po kalova makinë këtu disha futa makinë. Më tha gruaja kujdes se shtylla ha. U habita kur e pash. Pa pritur që rësitë, pra nuk ka drita të prandaj, nuk ka drita fare, edhe shumë e rësirë, dhe me zja futa makinë. Edhe tha gruaja kujdes se futa shtylla. Po, për një çik. Rruga nuk ka asnjë ndryshim tjetër dhe natën është shumë e rrezikshme, derisa një institucion, drejtoria e rrugëve, pushteti lokal apo kompania e shpërndarjes të reagojë, kjo shtyllë do vazhdojë të bëhet objekt komentesh në rrjetet sociale.